Nëse keni flokë kaçurela, provojeni këtë maskë dhe do befasoheni me rezultatin. Për flokë të thatë dhe kaçurela, kjo maskë do të kthejë butësinë dhe njëkohësisht do ta bëj flokun tuaj tepër të butë. Përbërësit që do t'ju duhen janë 1 e bardhë vezë, 1/4 filxhan kost tërësisht organik dhe njëkohësisht 1/4 filxhan majonezë. Rriheni vezën e bardhë derisa ajo të shkumëzojë. Përzjeni ato me kos dhe me majonezë. Masazhojeni më pas në flokë të lagur. Mbajeni maskën për 30 minuta dhe mbulojeni me maskë plastike të dushit. Pastaj, lajeni flokun tuaj siç bëni zakonisht me shampo zbutëse dhe kështu do të shikoni se flokët tuaj do të jenë tërësisht të gjallëruar dhe të pastër dhe më të mbrojtur.